Atëre, mirë se u rikthyer në një tjetër video të kanalit tim. Ju që jeni të rinj, mirë se erdhët. Unë që jam Danja dhe ju ndodheni tek Danja's Channel. Tani unë dhe Emria po bëhemi gati shpejt e shpejt sepse do vëmë të ham një gjë të shpejt prap, duke qenë se nuk patëm mundësi të gatuajmë në shtëpi dhe direkt pasi të mbarojmë së ngrani jemi për të vajtur për të parë ndeshjen Shqipëri-Letoni, më duket. Kishte bler një shoku i babit disa bileta, edhe për familjen e vet, edhe 2 bileta për ne. Kështu që shtuam edhe ne 2 bileta të tjera dhe do shkojmë unë, Aleksia, Emreja dhe babi. Jemi të 4. Me si presë është hera pa që shkoj edhe unë në një ndeshje këtu tek stadiumi që është tek Robenia. Edhe jam shumë e lumtur. Me si presë. Po më hajt shumë, ndiqa. As më vajti me një fare që ta i pishte këtë plozë, shiko! Aman. Me kë je sot ti, me Shqipërinë apo me Letonin? Po. Me kë? Po. Shqipëria apo Letoni? Shqipëria? Bravo! Po. Dolëm, parkuam motori, edhe tani po ecim avash për nga stadiumi. Rrugët janë të mbushura plot me njerëz, në fakt tu s'ka aq shumë. Po andej afër lagunës ishte plot me djem dhe vajza të veshura me bluzën me fanellën e kombëtarit, siç e ka veshur edhe Emreja. Interesante. Kisha dalë më përpara kur ka patur ndeshje, po nuk është se i kisha kushtuar shumë rëndësi, të them të drejtën, se edhe vetë nuk kam qenë ndonjëherë dhe kam thënë kështu. Okej, gjë normale. Po tani që jam duke shkuar për të parë ndeshje. Cini për ndeshje ju? Patronu? Okej, më përshëndeti. A ishë po më të mentor ishte shefi. Edhe po thoja që duke qenë se s'kisha qenë ndonjëherë, s'kisha vajtur ndonjëherë vetë në ndeshje, edhe nuk është se kam eksperiencuar atë ndjesinë e bukur. Anyway, mos të flas shumë se Emreja thot flet shumë. Juve mendoni se flas shumë me qira fjala? Shkruani poshtë në komente. Videot e mia janë të mërzitshme? Flas shumë apo flas shumë pak? Apo flas mjaftueshëm? Flas shumë? Çok mu konuşuyorum? Po. Erdën pashallarët. Babi akoma në punë, babi akoma në telefon. Parove? Shqipëri. Sa po arritëm në shtëpi? Ora 11, në fakt duhet bëj një dush, po jam kaq e lodhur sa nuk ja u shpjegoj dot. Më dhem gjithë qafa. Kam që në mëngjes sot, që në orën 9 që kam filluar punë, edhe deri tani në orën 11 që jam ulur në karrige. Erdha në shtëpi që të bëheshim gati, edhe unë direkt hapa laptopin që të hidhja materialet për të edituar videon që ju e keni parë javën e kaluar. Edhe ngela në karrige. Ndeshja nuk e pash të plot, të them të drejtën. Unë nuk jam shumë fase e futbollit, po këtë ndeshjen që shkuam e pam aty në stadium, shkuam e pam sepse Emreja është i çmendur pas futbollit. Kështu që thash, me qenë se erdhi edhe babi me shokun e vet bashkë me fëmijët e tij. Thash okay, po marr edhe unë me Emren bileta që të vem edhe të kënaqet Emreja. Kështu që e shijoj ai të paktën, për mua kjo ka rëndësi, kaq mjafton. Edhe pse në fillim fare kur u futa brenda në stadium,
pata një lloj emocioni që më erdhi kështu si gati në të qarë. Emocion shumë i bukur. Më pëlqeu. Do shkoja prap, do shkoja, po do përgatitesha të shikoja ndonjë film, ndoshta ndonjë serial, ndonjë gjë kështu në telefon. Se nuk shiko ca njerëz aty që ndjekin një top në kokën time, domethënë s'bën sens. Po nejse. Qa në ndodhi, sa harrova fare që duhet ta përmendja. Ne kishim prej biletat tek tribuna V103. Gabimisht shkuam tek tribuna V202-203 që ishte në katin e dytë. Dhe një gjë të keqe që kishin ata policat ishte që nuk i shikonin fare biletat, nuk i kontrollonin. Domethënë, ne ishim gabim atje, ata nuk e pan fare që ne ishim gabim edhe të na orientonin, që për mendimin tim duhet ta bëjnë. Na morën biletat, i skanuan atje dhe u futën brenda. Shikojmë neve tribunën, ishte tribuna e gabuar. Dolëm pastaj që të shkonim tek tribuna tjetër edhe ju tham këtyre që shiko se kemi hyrë gabimisht, këtyre rojeve, policave që quheshim, tip kontrollorësh të biletave. Ju tham që jemi tek tribuna e gabuar edhe ata na thanë që s'kemi ç'a bëjmë dot asgjë, se në momentin që futesh një herë, bileta vetëm një herë të skanohet dhe në moment që del pastaj nuk ke më të drejtë futesh më fare. Tashi, sa e që ka Mission Impossible, un jam për e marrë unë përsi për ta zditë gjë. Dhe kapa një nga ta si tip përgjegjësish, nuk e di se çfarë terminologji mund të përdor për këta, se nuk e di se si janë të ndarë, që ishte brenda, jo ata që ishin jashtë që skanonin ato biletat. Edhe i thash, kështu u futëm gabimisht. Sa persona jeni? Tha ai, 7 persona, i thash, ne ishim 5, po gjithsesi. 7 persona. Edhe 7 persona të gjithë u futët gabimisht, tash unë po sa i pa njëri biletat, nuk nga tha njëri që jeni gabim, edhe u futëm, kështu gjithë si dele njëri pas tjetrit. Edhe tha, po s'kam si zidhën, tha, se kështu, tha, në qofë se del nuk të futesh do të me, jo, ande po këte. Gjë muaj, thash. Hape derën aty, se ishin ato dyert e emergjencës që hape në moment që dalin të gjithë. Qestin e keni, thash, hape një derën, të dalim dhe të futemi nga dera, ne, thash, edhe s'ka nevojë fare pra për bilet. Ja do ma një person, tha, edhe do t'ju them. Mori një person në telefon, edhe më tha mua prisni këtu, tha, thiri dhe ata të tjerët nga janë, edhe prisni këtu se do vija ai t'ju rregullojmë. Erdhi ai personeli, ai hapi derën, nuk hapi ato dyert që thash, ato që ishin me çelës, ishin disa dyert kështu me hekura që futeshe, edhe pastaj futej tjetri, pra, si t'ja shpjegoj, se ato dyert rrotulluese. Ato dyert rrotulluese, ky i ktheu mbrapsht. Jo që të hynin njerëzit, po që të dinim ne. Na nxori të gjithëve. Zbritëm poshtë. Ai te kontrollori tjetër tha, nuk ju lejon, tha. Kush ju ka nxjerr të vit ju fut prap. Jam gjitur unë prap në katë të dytë. Kam folur me atë që na nxori, i thash të lutem shumë hajde zbrit edhe na fut brenda, thash se nuk po na lejojnë. Erdhi atje pastaj, kishte bexhin ai dhe me atë bexhin na futi të gjithë. Domethënë bexhin e vet e përdorte për tu rrotulluar dera për të hyrë. Edhe kështu u futëm, edhe kamerën e futa fshehur. Edhe mikrofonin, pavarësisht se më thanë që mund të ta hedhin, mund të ta heqin. Edhe ja dolëm. Këto ishin ato pjesët më të bukura dhe më me adrenalin se sa gjithë ndeshja. Të futeshe, kur të thoshin të gjithë nuk futesh dot, edhe të fusje gjëra që nuk supozohet i fusje. One eternity later. Hello! Tani do ikim. U bëm gati edhe do ikim në kinema. Do shikojmë The Conjuring, se unë jam e fiksuar me filmat horror. Nuk kam filmuar fare që nga dita e ndeshjes dhe sot është e shtunë. Ya ne diyorsun ya? Hello! Erdhëm edhe me Aleksian që të shikojmë filmin. Ka marrë edhe nachos, Lexi. Hengri edhe një banofi që i qerasin motra, kurse motrën kjo i qerasin me bileta. Edhe unë tani do ha makarona, pastaj do futemi të shikojmë filmin. Na filmon për 20 minuta. Emre? Po. Qa film do shikojmë? Nuk e di. Ja ku e ke? Surprise. Surprise deal. Conjuring. Horror. Horror. Mutlu musun? Shumë.
Çfarë ishte kjo? Makarona me tartuf vegetariane. You are disgusting. Wow. Të bëf të mirë. Hello! Mbaroj filmi. Tash portërie. Jam kaq në fakt. Mbaroj filmi. Për mendimin tim ishte shumë i bukur, pavarësisht se jam trembur. Shumë i bukur. Kam thirrur, madje një moment po filmoja edhe kur doli që u trembëm, kam bërtitur më duket kur po filmoja në Afrika. Domethënë nuk është se kisha frikë kështu, apo po të ndodhe mua edhe nga këto fiksimet e tilla, po thjesht nga që ishte dhe zëri shumë i lartë aty në kinema edhe trembesh. Po që ishte shumë i bukur, kush i pëlqen filmat horror, unë ja u sugjeroj. Po ti? Edhe unë. E mosh? Si ishte filmi? Film nasıl? I'm scared. Huh? I'm scared. You got scared? Yes. He So got much. scared. Emria shikon tek kështu. Vinte në një moment. It's so funny. Vinte në It një is moment. funny. Vinte në një moment që e dinte që do ndodhte ndonjë gjë e frikshme, edhe vinte kështu. Edhe i hapte gishtat që shikon. Di që u shkriva u Sa unë nuk bëra. I was watching like this. Why? If I see like this, I'm scared. If I make like this, I don't scare. I don't get scared. I don't get scared. Do you want to buy anything at Aikos? Mua më pëlqeu shumë. No. Ishte shumë i bukur, nuk ishte i African frikshëm. dumb. Dam mı? African dumb. Tavuk. Davul si thon do davul esme? Drum. Drum. Dam değil. Dam sensin. Aslan aslan. Goodbye. Toodaloo. Bye bye. Në tek Po flasim me Aslanin. Kute, this is the Hürriye. Ya o- Hürriye. Hürriye tamam. O Arnavutça bilmiyor zaten. Niye Arnavutça konuşuyorsun? We are Turkish but we talk ship. Shqip. Po vjen Aslani me një shokun ton me Ahmetin të na marrë ne. Hürriye madhe, Hürriye vogla. Hyrja e madhe. Çaj. Hyrja nga Cineplexi, hyrja nga Interspari. Hürriye nga Interspar. Cineplex, Interspar. Okej, në rregull. Pafshë, puç. Dhe po vinë të na marrin sepse do shkojmë diku për të nërën dark, tha, por nuk e di se ku do shkojmë, na i lën surprizë. Kështu që po i presim. Wow. Si jeni? Mirë si e, kjo është shqiptare. Po po shqiptare. Edhe ti je shqiptare. Sa bukur që janë ka këtu. Jemi në Elbasan me isha fjalla. Nuk e di në qarë vendi fix. Po që nga super. E Hasan'cığım, Canım, ne yapıyorsun? çok açım. Yemek yemeye geldik. İyi haydi bu Aslanit. Burada gerçekten çok güzel yiyecekler var ve bu açık havada İştahım. iştahım açıldı. Burada görüp görebileceğiniz en güzel tencere, pilav ve tavuk yemeği var. Aha, Onu Başka ne var? Sabırsızlıkla bekliyorum. tamam. Ufak tefek mezelerimiz var. Aslani ka fiksim të flas për ushqime në qoftë se nuk e keni kuptuar. Restoran Sinani. Teşekkür ediyoruz. Yarın görüşürüz. Natën e mirë, faleminderit. Çanta kimin ya? Abi sen bilgisayarı düzgün çocuklar, güzel günler görüşürüz, günler. Şampiyonluk şarkıları söyle.
Ju. Shqyr zotit, sot në mëngjes, përpara se të dilja për të vajtur për të parë filmin, hekurosa, sepse Emreja kishte luajtur mbrëm deri në orën 3 të mëngjesit PlayStation, që kishte luajtur FIFA, jo, NBA, basketball. Edhe u zgjua sot në orën 1, diçka e tillë, 1:30. Edhe unë nga që u zgjova më shpejt, nga ora 10 e pak, thash ri që ri, po marr po e kuros, ti mbaroj rrobat. Në fakt duhet vënë edhe një lavateçe tjetër që ti të gati për nesër. Edhe e kam shijuar atë ditën e sotme në maksimum. Punë s'kisha, kuzhina ishte e larë e sistemuar, ato rrobat ishin të e kurosura, tani kanë ngelur për një fshesë dhe një leckë dhe për të larë tualeti, por këto do t'i bëj nesër, edhe isha rahat. Tani, atje ku shkuam ne tek restorant Sinani, Emreja provoi piperka. Edhe ishin piperkat më të mira që kam provuar ndonjëherë, tha, në Shqipëri. Edhe po i thoshte Astanit edhe Ahmetit që këto piperka kam kërkuar kaq kohë dhe si kam gjetur. Dhe i gjetëm aty, dhe i thash atij zotëris, nuk e din nëse ishte pronari apo jo. I thash, ku mund t'i gjejmë? Mund të na shisni, nuk e di se sa kile, gram apo jo? Edhe tha pa merak se do t'vija punta se i kemi këtu të Baçeston, edhe na dha një qese me piperka. Këto janë pikante. A gjëmë? Bu, jam pikant. Edhe Emreja vdes mbaron për pikante. Jo kam treguar që vajti aty te ajo çezma edhe fuste gojën te uji, ai që kishte ngrënë pikante. Edhe kështu, e pastaj erdhëm në shtëpi. Një ftohtë, nuk ja u shpjegoj dot se sa kam ngrirë. Unë atë bluzën që kisha veshur atë kanatierën me barkun jashtë, nuk e kisha veshur këtë vit gjithë verën. Vajta e vesha sot që është 13 shtator. Mendje, që janë bërë pas ditet edhe darkat janë bërë shumë të ftohta. Edhe u plevitosa, kur u kthejmë edhe pastaj me motor, që nga tegu deri në shtëpi. O zoti madh, gjithë rrugën isa kështu më dridhe i mjekra nga ftohta. Tani sikur erdha një çik në vete, po janë ndezi prap kondicionerin Emreja. Një njeri i plevitosur edhe një njeri i vaposur brenda një shtëpie. Kuptoni? The next morning. Good morning. Po kam gati tani që të takoj Redin edhe djalin e Redit, Kushërirën. Në fakt nuk është Kushërira, po ta marrësh tamam, me logjik. Redi është tezja ime. Redi është çupa e dajes së mamit tim, që i bie Kushërira e parë e mamit. Dhe unë Redin i bie kam teze. Kurse djalin e Redit e kam kushëri të dytë. Se kështu i bie. Fëmijët e kushërimit të parë janë kushërim të dytë. Si me Evelin në dëgjojnë në Verano. Emreja ndërkohë po flet gjumë. Messi. Drit! O, të kishtë Danja! Aman. E do Danja shumë ti që e tash me prap. Thojnë qik haj këtu. Thoj haj. Haj. Si e? Vete në shkollë, në kohë për shku vete? Në shkollë në? O për shkollë djali, klasë parë, po. Oh, ti dhove shkollë, klasën e parë. Si të duket? Apo s'ka filluar akoma? Jo, ka filluar, tani jam. Mirë. Suksese. Do largohemi ne. Ciao Redi. Ciao Achillea. Ja. S'duket. Dale? Pacim. Kemi qenë pak vërdall sot, që nga momenti që undava me Redin edhe Achillean. Kam quar tek OG Beauty Lounge një kushërirën time sepse po lyen flokët. Edhe do shkoj pra pak më vonë që ta shikoj se si kanë dalë, si janë bërë, do t'i priste gjithashtu. Qënë e pastaj shkuam tek një dyqan, kishim sa punën tona. Edhe tani kemi ardhur këtu tek Hepsi sepse do ham. Edhe është ora 5-6 minuta. Dhe jemi pa ngrënë. Do vajta pyeta edhe për një kamerë tjetër. Në fakt shkuam për gjë tjetër te ky dyqani. Pashi kishte kamerën, atë që dua unë të marr, e pyeta për çmimin edhe më tha një çmim që ishte më i shtrenjtë se sa çmimi që kisha gjetur më përpara. Kështu që
mërzita pak, se mendova se do i gjeja pak më lirë, po që gjithsesi, edhe ja, ta ham tani. Edhe pas saj për darkë do na gatuaj Emreja, shef Emre. Çfarë do gatuash për darkë? What will you cook? Anladım onu da. Ne zaman? Kur. Dark. Dinner. Dark. Azca. Dëgjoj ju. Azja. Taco. You don't eat mish. Yes. Si rall herë, unë edhe këtë radhë po shikoj që videoja nuk ka një mbyllje, sepse e kam shkëputur në një moment që sa po ulëm të hanim, edhe pastaj kam haruar që të filmoj, nuk e di, jo kam haruar, kam qenë shumë e ngarkuar edhe kam patur situata që nuk mund t'i nxirja në kamerë, nuk mund t'i filmoja. Kështu që po e bëj mbylljen tani në momentin që mbarova se edituari videon. Nuk kam filmuar më tepër, sepse këtë javë dje, çfarë sot e mërkur, po, dje erdhi vllai i Emres këtu për herë të parë në Shqipëri dhe kemi qenë me të këto ditë, dje dhe sot, dhe Emreja ditën e premte ka ditëlindjen. Dhe do t'i bëjmë surprizë. Nuk e di fare, jam e sigurt që nuk jam e mendja fare. Unë i kam blerë dhuratën, gjën e tij të preferuar, kam porositur tortën, do i vinë edhe kushërinjt në orën 12, do vi edhe mami, të paktën kështu është plani deri sot, që është e mërkur, kështu që nesër në darkë, në orën 12, do mblidhemi të gjithë këtu që t'i bëjmë surprizën e ditëlindjes, dhe jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur se meriton gjërat sa më të bukura. Meriton shumë se vetëm kaq. Por që juve këtë do ta shikoni tek videoja tjetër, kështu që mos harroni të ndizni zilen, të bëni subscribe, që mos të humbisni videon tjetër, se edhe pse nuk e di se çfarë do ndodh, jam e sigurt që do jetë video e bukur edhe do jetë situatë shumë e bukur, sepse është ditëlindja e Emres. Edhe do jetë një video që do t'i dedikohet Emres. Dhe do ikim edhe në Korçë, se do të çojmë vllajën e Emres në Korçë që të shikoj edhe pak nga vendlindja ime, nga qyteti im i lindjes. Kështu që ja. Tani përpara se ta mbyll tamam, mos harroni të bëni subscribe, like, share, comment, të më ndiqni në rrjetet e mia sociale në TikTok dhe në Instagram, dhe bashkë do të shihemi tek videoja e radhës. Ju putej, ju përqafoj të gjithëve. Bye!